mëngjesi. Avash, fillojmë nëse mund të zëvendët. Mirë se keni ardhur gëzuar dhe 8 marsin, ta themi kështu zyrtare për ju nëna, gra. Po, mirë se keni ardhur, le të shohim këmbë. Ta adhurojmë Zotin ton, përgatitemi pak edhe presim avash edhe vinë edhe të gjithë të tjerë. Le të shkojmë te Zoti në adhurim edhe në lutje me falënderim. Edhe pastaj fillojmë. Zoti i dashur, faleminderit Perëndi për këtë ditë, faleminderit për hirin tënd. Të jemi shumë mirënjohës Zot që ti na bleve Zot me gjakun tënd të çmuar. Faleminderit për sakrificën tënde Zot, edhe mezi presim të dëgjojmë edhe më shumë prej saj sot. Faleminderit për dashurinë tënde që ti na do me dashuri të pakushtëzuar. Lutem Perëndit na hapër zemrat, kuptojmë, pranojmë ty o Perëndi në zemrën tonë, sepse është ajo që kemi nevojë. Në emrin e Zotit shpëtimtarit tonë Jezu Krisht, lutemi të falenderojmë. Amen. Show.
Mirë, në fakt përpara se sa të vi Vllajlandi, do doja që të uroni mirëseardhjen atyre që janë për të parë sot. Prandaj do marrim 2 minuta kohë me shumë gëzim, unë shoh shumë fytyra të reja, shumë nëna tona të dashura, faleminderit që keni ardhur, ju a them kështu në përgjithësi, por do dua të fillonim këtej. Është dikush që është për të parë ose nëse ke ftuar dikën mund ta prezantosh. Nga ana këtej kemi dikë që është për të parë, po. Rita, mirëseardhje Rita. Mirëseardhje. Dikush tjetër për herë të parë? Faleminderit Niku. Dikush tjetër për herë të parë këtej nga krau këtej? Mbas shtyllës ndoshta nuk e shikoj? Okej, mirë. Kalojmë këtej nga krau këtej? Kemi dikë që është për të parë, po. Xhaxhi? Si e ka emrin Xhaxhi? Më fal. Mirëseardhje. Po Zonja si e ke emrin? Mirëseardhje Ana. Zonja po? Mirëseardhje Milika. Teta Zhani, mirëseardhje. Po. Nuria, mirëseardhje. Po, dikush tjetër për herë të parë këtej? Okej. Këtu në mes? Kemi dikë që është për herë të parë, po. Mirëseardhje. Faleminderit që erdhët. Faleminderit. Dikush tjetër që është për herë të parë? E lash ka stile këtu, mendova se ishim shumë. Okej, atëherë mund t'ju urojmë një duar trokitje shumë të fuqishme juve që jeni të për herë të parë. Mezi kemi pritur këtë takim në fakt edhe Landi hajde, e shpresoj vërtet që të kemi një zemër të hapur për të dëgjuar atë që Zoti ka besoj për juve sot. Mirë, ka zëtu, po të lutem. Mirë mëngjes të gjithëve dhe njerë. Sa mirë gëzuar 7 marsin, ju që jeni mësuese, me siguri që ka këtu në mesin tonë është një mision fisnik. Edhe 8 marsin gjithashtu, juve, gra, nëna, motra, vajza, sa mirë që ju kemi. Apo jo burra? Po, pa tjetër, ashtu. Lavdi Zotit. Mirë. Sot do të shohim një mesazh i cili është për gjithë ne. Ne vërtet jemi të gëzuar për juve që jeni për të parë sot, por ju lutem, do të kërkoja nëse është e mundur që të fokusoheshim te këto gjëra që do të shikojmë sot nga fjala e Zotit. Jeta jonë është si një udhëtim. Edhe me thënë drejtën, ne përballemi me sfida nga më të ndryshmet. Gjendemi në udhkryq shpeshherë dhe na duhet që të marrim vendime. Disa prej këtyre vendimeve janë të vogla, po disa prej vendimeve që ne duhet të marrim janë vërtet të rëndësishme, ndoshta disa kanë të bëjnë me vendimet për jetën. Edhe imagjinoni veten një udhkryq, edhe para ju shfaqen 2 rrugë. Njëra që është e gjerë, duket që është e lehtë, edhe shumë njerëz kalojnë nëpër të, edhe tjetra japra që është e ngushtë, nuk duket sikur ka njerëz shumë aty. Edhe njerëzit kalojnë nëpër këto 2 rrugë. Tani nëse do të më pyesnit mua, do thoshit po ti në çfarë rruge do të shkoje, unë do të thosha varet nga destinacioni. Varet se ku shkojnë këto rrugë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për ta kuptuar, sepse ky mesazh që do të shohim sot është një mesazh shumë i rëndësishëm për ne të gjithë. Thjesht për të kuptuar, ne po studiojmë predikimin e mal nga Ungjilli sipas Mateut. Është Zoti Jezu Krishti i cili po u flet judenjve që ishin hebrejnë aty edhe po dëgjonin ato gjëra që ai kishte për të thënë në lidhje me mbretërinë e qeve. Edhe në këtë moment të predikimit, ai fillon edhe jep disa paralajmërime. Ky është paralajmërimi i parë që ne do të shohim sot. Edhe flet për 2 rrugë interesante. Në fakt,
Numri 2 është shumë i veçantë, numri 2 bën ndarjen, apo jo? Kemi një rrugë të mirë, kemi një rrugë të keqe, rrugë e drejtë, rrugë e gabuar, e mira, e keqja, apo jo? Shenjtor ose mëkatar, gjërat ndahen për shembull, i perëndishëm, i pa perëndishëm, rruga për në ferr, rruga për në parajs. Edhe çdo njeri gjendet në njërin prej këtyre rrugëve. Interesante, njerëzit do të dëshironin shumë rrugë, po ka vetëm 2, nuk janë 3, në fakt. Nuk janë 3. Le t'i lexojmë së bashku se për çfarë bëhet fjalë. Hyni përmes derës së ngushtë, sepse i gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në humbje, dhe shumë janë ata që hynë nëpër të. Sepse e ngushtë është dera dhe e shtrënguar është udha që çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Shikoni këtu, keni 2 dyer. Shikoni me vëmendje. Keni 2 udhë, 2 rrugë, po i quajmë. Ama ne duhet të bëjmë një zgjedhje. Të kalojmë në për derën që është e ngushtë, në për udhën që është e shtrënguar, apo të kalojmë në derën e cila është e gjerë, që shkon në rrugën e gjerë, edhe shkon diku pastaj. Ku shkon? Ja, për këtë do të flasim sot. Edhe në fakt, shikoni që destinacionet janë të ndryshme. Tani, për mua është e maknitshme kur lexoj këto fjalë të Jezu Krishtit në këtë pasazh të shkrimit. Njerëzit thonë që ti je i mirë, të bësh të mirat të tjerëve, të bësh paqen, për shembull, të jesh paqebërës, apo të kesh mëshirë sepse do të kthehet, do të gjesh mëshirë, apo të bësh paqen sepse do të quhesh biri Perëndis, edhe gjëra të tilla të cilat janë të bukura. Edhe njerëzit mendojnë për shembull që unë mjafton që ti përkas një feje, ti jem budist, hinduist, bahai, dëshmitar Jehovait, musliman apo sido që të jetë, njerëzit fillojnë edhe flasin, e thonë mjafton që të dua Zotin, edhe të dua të tjerët, edhe aty do të shkojmë në të njëjtin vend. Po a është kështu? A është kështu? Sot po shohim që ekzistojnë 2 rrugë. Dhe pyetja është në cilën rrugë je ti duke ecur? Në cilën derë ke hyrë? Ose je aty përpara ndoshta dhe thua prit sepse unë duhet të marr një vendim, jam në këtë udhkryq, edhe duhet të marr një vendim në cilën derë duhet futem. Për çfarë bëhet fjalë në këtë pasazh? Tani Jezusi thot hyni nga dera e ngushtë sepse e gjerë është dera, thot, dhe e hapur është udha që çon në humbje, dhe shumë janë ata që hynë nëpër të. Kjo është me të vërtet diçka e cila meriton të konsiderohet sepse kemi një problem këtu. Zakonisht kur lexojmë fjalën e Perëndis, biem dakord me ato pasazhe të cilat flasin për bekime. Apo jo? Për shembull, lumb ata që bëjnë paqen. Apo lumb ata që janë të mëshirshëm sepse do të gjejnë mëshirë. Apo lumb ata që bekojnë sepse do të bekohen. Edhe ne kënaqemi me gjëra të tilla, po kur flitet pastaj për humbjen, shikoni në vargun 13, atëherë themi prit sepse më vjen keq, por këtë gjë nuk e pranoj. Ose kur flitet për shembull për udhën e ngushtë e cila është e shtrënguar, kjo nuk më pëlqen. Pranojmë disa gjëra dhe nuk pranojmë disa gjëra të tjera. Tani, nëse ne pranojmë vetëm ato gjëra që na vjen mirë t'i dëgjojmë, atëherë fjala e Zotit nuk është e vërtetë. Fjala e Zotit është e vërtetë për të dyja anët. Atëherë edhe për ato gjëra që ne na pëlqejnë t'i dëgjojmë, por edhe për ato gjëra që nuk na pëlqen t'i dëgjojmë. Nëse themi që atë dua ta pranoj dhe këtë tjetër nuk dua ta pranoj, atëherë po i beson fjalës së Zotit. Fjala e Zotit është autoriteti. Ekzistojnë të dyja anët. Tani aty thuhet shumë e qartë, hyni përmes derës së ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e hapur është udha që çon në humbje. Le të mendojmë pak për këtë. Dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të. Ja, pra këtu e keni të ilustruar, sepse e ngushtë është dera, ja ku është dera atje, dhe e shtrënguar është udha që çon në jetë, dhe pak janë ata që e gjejnë. Shikoni edhe kontrastin këtu. Tani është e rëndësishme për të kuptuar se kush po i dëgjon këto fjalë. Sepse fjala e Zotit kuptohet në kontekst. Ata që po dëgjojnë janë judejnë, të cilët kanë shekuj që presin Krishtin, Mesian. Ata janë të familiarizuar me profecit e dhjatës së vjetër, se kur do të përmbushen. Ata janë duke pritur për Mesian, për Krishtin që të vi.
Kanë 400 vjetë të cilët po vuanin një shtypje, një represion të madhe dhe ishin robër në vendin e tyre. Edhe tani pa pritmas, del përpara tyre dikush i cili pretendon se është manifestimi i Perëndis në mish. Del dikush përpara tyre, i cili bën disa gjëra që askush nuk i ka bërë. Mrekulli edhe fjalë që ai thot, të cilat askush nuk i ka bërë më përpara, dhe që thot se është manifestimi i Perëndis në mish. Edhe njerëzit habiten në atë kohë. Historia ndryshoi në fakt. Ne dimë që historia sot matet me vite para Krishtit, do të thënë po e them kështu nga ana ime, edhe pas Krishtit. Ndryshon rrjedha e historisë. Apostulli Paul, dikush që i besoi Jezu Krishti, tha dhe pa kundërshtim thot, misteri i perëndishmërisë është i madh. Ky është një mister, si është e mundur? Si ndodhi? Nuk është e mundur që Perëndia të vi në trajtën e një njeriu. Të vi si një njeri me një trup njerëzor. Ky është një mister, është diçka që nuk mund të shpjegohet, po ja që ai erdhi nëpërmjet një lindje të mbinatyrshme. Erdhi si një njeri, edhe thuhet Perëndia u shfaq në mish. Ky është misteri i perëndishmërisë. Perëndia erdhi në një trajt njerëzore. Edhe ne dim historinë sepse festojmë Krishtlindjen. Po ky person i cili po u flet këtyre njerëzve, nuk është askush tjetër, veçse ai që pretendonte, edhe thoshte, jo vetëm pretendonte, por që njerëzit mendonin dhe thoshin që ky pretendon. Po ai thoshte që ishte Perëndia në mish. Edhe ka vargje në fjalën e Perëndisë që e mbështetin, jo vetëm shembulli i Tomait, i cili adhuroi Jezu Krishtin. Edhe i tha ti e biri i Perëndis, ti e Zoti, interesante. Një gjë e tillë. Edhe demonët e dinin se kush ishte Jezu Krishti. Ka dëshmi në shkrimet të cilat me të vërtetë mbështesin një gjë të tillë, por ky njeri, ky person që ishte përpara tyre, tha disa fjalë, edhe tha që është një derë e ngushtë e shtrënguar, ashtu si kundër e pam, dhe pak janë ata që e gjenë. Le të shohim se për çfarë bëhet fjalë. Flasim njëherë për derën e gjerë. Në vargun 13, ja ku e kemi. Kemi këtu derën e gjerë. Hyni përmes derës së ngushtë sepse thot e gjerë është dera. Ja ku e keni me bold që është pak më ndriçuar. E gjerë është dera dhe e hapur është udha që të çon në humbje. Për këtë bëhet fjalë këtu. Dera e gjerë. Çfarë përfaqëson dera e gjerë? Edhe udha e gjerë, apo udha e hapur, si kundër e keni këtu. Sigurisht përfaqëson vendimin e njeriut, që t'jetë, si thuash, në mosbindje të hapur ndaj Zotit. Të jetoj në mëkat edhe në rebelim ndaj tij. Në mosbindje edhe në pasion për mëkat edhe në rrugën e tij sipas qefeve të tij, sipas pasioneve të tij dhe nuk e fut fare Zotin në ekuacionin e jetës së tij. Kjo është rruga e gjerë. Rruga e gjerë e cila është e lehtë. Njerëz të cilët nuk përballen me ndërgjegjen e tyre sa i takon mëkatit, padrejtësisë, ndjekin pasionet e tyre. Ashtu si kundër në fjalën e Zotit thuhet për këtë rrugë, urtësia është duke folur në tek Fjalët e Urta 2, edhe thot për të çliruar nga rruga e keqe, është një rrugë e keqe, nga njerëzit që flasin për gjëra të këqija, nga ata që braktisin shtigjet e ndershmërisë, pra është një rrugë e pandershme. Për të ecur në rrugët e territ, janë rrugë errësire, rrugë terri, jo rrugë drite, që gëzohen kur bëjnë të keqen dhe ndjejnë kënaqësi në çoroditet e njeriu të keq, shtigjet e cilit janë të shtrembra dhe rrugët dredha. Ja për këtë bën fjalë kjo rruga e gjerë. Rrugë terri, rrugë jo e ndershme, rrugë dredha, rrugë e keqe. Edhe njerëzit duke thënë që po mirë, me që shumica janë kështu edhe nuk kam pse të ndryshoj, kështu më duket e drejtë, kështu më duket e mirë, sepse varet si e kupton ti, edhe relativizojnë çështjen e rrugës.
Mirë po, Jezusi na paralajmëron që fundi i kësaj rruge, shikoni pak, fundi i kësaj udhe, shikoni këtu në vargun 13, udha që të çon ku? Në humbje. Mendoni pak, në humbje, në një dënim të përjetshëm, në një ndarje nga Perëndia. Është humbja e vetë jetës. Edhe kjo është e dhimbshme. Mendoni pak, sa e dhimbshme që është, ashtu si një autostradë e gjerë, që të lejon, domethënë tu thosh shpejt, por në fund përfundon me një gremin. Po kështu rruga e mëkatit mund të duket e shpejt, e plot kënaqësi, por në fund të çon drejt humnerës shpirtërore. Tani, ata njerëz që ishin ulur dhe po dëgjonin fjalën udh, fjala udh ose rrugë përdoret vazhdimisht në shkrime, në Dhjetën e Vjetër. Edhe ti thoshe një judeu, ti përmendje fjalën udh apo rrugë, ati i vinin ndërmend shumë referenca nga shkrimi. Edhe ja ku është një varg shumë i famshëm, i cili jep dëshmi për këtë, te Fjalët e Urta kapitulli 14 thuhet, është një rrugë thotë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr thotë në rrugët e vdekjes. Shikoni pak. Është një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. Sa e vërtetë është kjo? Jo çdo gjë që duket e drejtë apo e këndshme në sytë e njeriu është e drejtë në sytë e Perëndis. Edhe ky është një kontrast vërtet i madh. Atëre Solomoni, dikush tjetër jep të njëjtën dëshmi. Disa kapitull më mbas, në kapitullin 16 ai thotë ka një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në udhët e vdekjes. Shikoni diçka që theksohet në fjalën e Perëndis ka një peshë të jashtëzakonshme. Ka një peshë shumë të rëndë, shumë të madhe. Edhe ka një rrugë që i duket e drejtë një njeriu, për Solomoni thotë ajo është rruga e gabuar. Shikoni pak, është rruga e gabuar. Mëkati relativizohet, e keqja quhet e mirë, e mira quhet marrëzi, në këtë kohë jetojmë sot. Njerëzit nuk shkojnë pas moralit, por njerëzit sigurisht që ndjekin pasionet edhe qefet e tyre larg moralit Perëndis. Shikoni sepse kjo është rruga që çon në vdekje. Tek Jeremia kapitulli 21 dhe vargu 8 ai duke profetizuar thotë, dhe këtij populli do t'i thuash, kështu thot Zoti, ja unë vë para jush rrugën e jetës dhe rrugën e vdekjes. Rrugën e jetës edhe rrugën e vdekjes. Edhe Jezusi, këtu në këtë pasazh që ne po shohim nga Mateu kapitulli 7, po u thotë të njëjtën gjë. Unë kam vënë përpara jush dy rrugë. Ju kam vënë përpara dy udhëve të ndryshme. Cila është rruga më e mirë? Mos gjikoni para kohë, unë ju thash, merrni në konsiderat përfundimin. Ku përfundon njëra edhe ku përfundon tjetra. Prandaj, hyni përmes derës së ngurtë sepse gjerë është dera, e hapur është udha që të çon në humbje dhe shumë janë ata që hyjnë nëpër të. Sot filozofia në botë, mënyra se si njerëzit e jetojnë jetën, e jetojnë për të përkohshmen, jo për atë që është e përjetshme. Përpiqen të shijojnë mëkatin, padrejtësinë, lakmin përpara, idhujt, pasionet, epshet mëkatare, kanë thyer ligjin e Zotit, edhe mendojnë që janë në rrugën e duhur. Kështu mendojnë ata, kështu e justifikojnë veten. Edhe bota këtë lloj udhe lartëson. Nëse dikush është dinak, nëse dikush është i shkathët për padrejtësinë, ai thonë është i Zoti, kur në fakt nuk është ashtu në sytë e Perëndis. Interesante si mendojnë njerëzit. Po njëra është udha e jetës, edhe tjetra është udha e vdekjes. Udha e vdekjes është ajo që është e gjerë, dera është e gjerë. Ka shumë njerëz që ecin në këtë udhë, por fakti që është e gjerë dhe është e populluar nuk do të thotë që është rruga e duhur për t'u ndjekur. Këtë ritheksoj, sepse ky është mashtrim, është si puna e një të dehur i cili ka jetën e tij, domethënë i pëlqen pija shumë, edhe ai endet i shkojnë këmbët sa ndej këtej, po me që rruga është e gjerë, aty në rrugë është. Dakor, sepse rruga është aq e gjerë dhe sado këtej andej të shkojë, aty mbetet. Mund të besosh një mori filozofisht të ndryshme dhe të mos të riqesh nga kjo rrugë. Mund të jetosh një jetë të çoroditur dhe të mbetesh në këtë rrugë, sepse mëkati është tërheqës, mëkati është mbreslënës. Mëkati të tërheq edhe realiteti shpirtëror nuk ndryshon. Prandaj Jezusi thotë shumica atyre njerëzve, kujdes ku kaloni. Ju kujtohet koha e Noeut? Çfarë ndodhi me gjykimin e Zotit? Sa veta shpëtuan?
Është e rëndë ta mendosh. Sa veta shpëtuan, Zoti nuk gëzohet patjetër me shkatrimin e askujt, nuk gëzohet me humbjen e askujt. Nuk gëzohet me një gjë të tillë. Prandaj thuhet Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij siç mendojnë disa se ti ishte vonesë, por është zemërgjer ndaj nesh, i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas thot, por që të gjithë të vinë në pendim. Zoti dëshiron që njerëzit të kthehen në rrugën e tij. Të kthehen në atë rrugën e ngushtë, por që të çon në jetë. Ai nuk do që njerëzit të humbasin. Edhe këtu është dashuria e Perëndis. Prandaj, humbja e shpirtit është humbja më e madhe që mund të ndodhë. Zoti nuk do që ndokush të humbas, por të gjithë të vinë në shpëtim. Po ka njerëz që thonë, unë do të bëj atë që dua. Kështu më pëlqen. Dua ta jetoj jetën sipas qefeve të mia, sipas dëshirave të zemrës sime. Edhe ja ku kemi një njerëz i cili ka qenë i mençur, Salomoni, njeriu që ka qenë me shumë dituri dhe thotë gëzohu pra u iri në rinin tënde, vjen re ironinë e Salomonit. Gëzohu pra u iri në rinin tënde. Le të gëzohet zemra jote në ditët e rinisë sate. Ndiq edhe rrugët e zemrës sate dhe pamjen e syve të tu. Unë dua të kem çdo gjë për shkakun që shohin syt. Por dije, kije parasysh, mbaje mirë ndërmend që për të gjitha këto gjëra Perëndia do të thrasë në gjyq. Mos mendo që nuk do të gjykohesh për jetën tënde. Tek Marku kapitulli 8 Jezusi thotë çdo bi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën dhe të humbas shpirtin e tij. Ka pasur njerëz që kanë dashur të fitojnë botën, njëri prej tyre ishte Adolf Hitler. E çfarë mori? Njerëzit janë kalimtarë në këtë botë. Shpirti yt është më i vlefshëm se sa gjithë bota. Nuk mund të krahasohet. Çdo bi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën. E më pas të humbas rruga pra që çon në humbje, të humbas shpirtin e vet. Sa e rëndë që është. Le të flasim pak për derën e ngushtë. Dera e ngushtë. Le ta lexojmë vargun, thotë hyni përmes derës së ngushtë. Sepse i gjerë është dera, hapur është udha që të çon në humbje, folëm për këtë dhe shumë janë ata që hynë për të, sepse thotë e ngushtë është dera dhe e shtrënguar është udha që të çon në jetë dhe pak janë ata që e gjejnë. Interesante. Kjo është dera e ngushtë, rruga e shtrënguar. Nuk mund të hysh në këtë rrugë, ju lutem, gjoni me vëmendjen në lidhje me këtë që do të them, nuk mund të hysh në këtë rrugë me një peshë, me një barr mëkati që ti mban në supet e tua, që ti mban në jetën tënde, nuk mund të futesh. Nuk mund të futesh dot. Nuk mund të hysh. Edhe mbase mund të thuash, dakord, un kam barrën time të mëkatit edhe të krenarisë, por si do të futesh në këtë rrugë? Si do të hysh në atë derë? A ka një mënyrë se si mund ta heqësh atë barrë mëkati, si mund të pastrohesh? Shikoni për shembull si profetizon Isaia dhe thot, duke folur për atë rrugë që do të vinte, thot, aty do të jetë rruga kryesore, një rrugë që do të quhet rruga e shenjtë. Edhe vjen re aty, pikpresje. Asnjë i papastër nuk do të kalojë nëpër të. Asnjë i papastër nuk do të kalojë nëpër të, edhe profetizon për atë që do të vinte, pikërisht për Mesin, për Krishtin. Asnjë i papastër thot nuk do të kalojë nëpër të. Është një rrugë e shenjtë, një rrugë drejtësie, një rrugë që kërkon pastërti. Dini pse? Sepse njeriu është mëkatar. Në Bibël thuhet të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndis. Mëkati është shkelja e ligjit. Ashtu si njerëzit për shembull shkelin ligjin sot, edhe dënohen sipas kodit penal. E njëjta gjë është me ligjin e Zotit. Nëse shkel ligjin e Zotit, dënohesh për shkak sepse Zoti është i shenjtë. Edhe mëkati është thyrja e ligjit të Perëndis. Ju i dini për shembull 10 urdhrimet, apo jo keni dëgjuar për to ndoshta? Që nuk do të bësh dëshmi të rreme, nuk do të mashtrosh domethënë, nuk do të shkelësh kurorën, edhe thot nuk do të vrasësh, thot nuk do të, dikush mund thot nga ju ndoshta mirë, po unë nuk vras njeri. Jezusi thot edhe nëse ti e urren të afërmin tënd është njësoj sikur ta kesh vrarë në zemrën tënde. Mos e
merr në përgoj kot, përmend kot, pra mos e përmend kot, mos e merr në përgoj kot emrin e Zotit. Ndero prindrit e tu. Mos ki idhuj, adhuro Zotin. Edhe njeriu e shkel ligjin e Perëndis. Prandaj thuhet të gjithë kanë mëkatuar. Mëkati është shkelja e ligjit. Edhe thot, paga e mëkatit thot është vdekja. Kur ne shkelim ligjin civil, ligjin e shtetit, si kundër e quajmë, na pëlqen ta quajmë, atëre sigurisht që do të marrim një dënim. Prandaj është drejtësia që përpiqet kaq shumë në Shqipëri tani që të theksohet edhe të vihet në vendin e duhur. Ashtu edhe Zoti thot, paga e mëkatit është vdekja. Zoti është i shenjtë. Zoti është i shenjtë. Ka një dhuratë aty më pas. Dikush e lexon, nuk është e ndriçuar, po ta lexoni. Ka një dhuratë nga Zoti. Ajo është dhurata e jetës. Ajo është dhurata e jetës. Është vdekja, dakord, pagesa e mëkatit, sikundër mund të punosh në një punë edhe paguhesh, merr një rrogë. Nëse ne bëjmë mëkat, atëherë pagesa është vdekja. Nga ana tjetër kemi dhe një dhuratë nga ana e Perëndisë që është jeta e përjetshme. Por duke bërë fjalë për vdekjen këtu, shikoni me vëmendje. Kjo është vdekja fizike që njerëzit vdesin të gjithë. Po ekziston dhe një vdekje tjetër. Shikoni, por frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasit, dhe kurvrusit dhe magjestarët dhe idhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët do të kenë pjesën e tyre në liçenin që digjet me zjarr dhe squfur, thotë që është vdekja e dytë. Vdekja e dytë është ndarje e shpirtit e njeriut nga Zoti në një dënim të përjetshëm. Vdekja e parë është ndarja e shpirtit njeriut nga trupi. Trupi varroset dhe shpirti shkon diku, nëse i ka besuar Krishtit do të ketë jetën e përjetshme, në mos do të jetë një liçen vuajtjesh të përjetshëm. Prandaj Jezusi tha, kujdes në cilën rrugë do të shkosh. Edhe ai përkufizoi se kush ishte dera. Shikoni me vëmendje. Jezusi tha që kush është dera? Dera e ngushtë. Ai tha, unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, thot, do të shpëtohet. Interesant. Edhe shpëtimi ka lidhje me shpëtimin nga vdekja, nga fuqia e mëkatit. Ky është shpëtimi. Edhe thot, unë jam dera, thot Jezusi. Ju mund thoni, po mirë, çfarë është kjo derë? Cila është kjo derë e ngushtë që të çon në rrugën e jetës? Jezusi tha, ju po e shikoni, unë jam ajo derë. Unë jam ajo derë. I njëjti person në Ungjillin e Gjonit, disa kapituj më vonë, që tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Edhe thot, askush nuk vjen te kati përveç se nëpërmjet meje. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Është dera, është edhe udha, po është edhe jeta. Interesante. Tani si ta shpjegojmë këtë çështjen e mëkatit, si është puna e ngarkesës që ne kemi, ku mund ta lëmë atë ngarkesë që të futemi në këtë rrugë? Si mund ta heqim barrën e mëkatit, sepse jemi mëkatar? Si mund ta shkarkojmë atë barrë mëkati që kemi ne dhe sepse jemi mëkatar? Si ta bëjmë një gjë të tillë? Kjo është përmes sakrificës së Krishtit. Shikoni pak me vëmendje. Duke pasur pra vëllezër guxim për të hyrë në shenjtërore, thot, me anë të gjakut të Jezusit, me anë të një çfarë? Të një udhe të re dhe të gjallë. Me anë të një udhe të re dhe të gjallë, thot, që ai përuroi për ne me anë të velit, do me thënë të mishit të tij. Mishi i tij u gozhdua në kryq. Edhe ai vdiq. Derdhi gjakun. Derdhi gjakun. Edhe duke derdhur gjakun në kryqin e Kalvarit, ai përuroi një udhë të re. E cila është një udhë jo vetëm e re, po është një udhë e gjallë. Sepse Jezusi është ringjallja dhe jeta. Ai është udha e vërteta dhe jeta. Ai nuk tha që unë jam një nga udhët, por tha unë jam udha. Nuk tha që unë jam një nga të vërtetat, por tha unë jam e vërteta. Ai nuk tha unë jam ndoshta një nga rrugët për në jetë, po ai tha unë jam jeta. Jezusi është ringjallja dhe jeta. Në fakt, ai përmes gjakut të tij bëri të mundur që njerëzit kalojnë nëpërmjet kësaj udhe.
Pse e them unë këtë gjë? Sepse sipas ligjit gati të gjitha gjërat pastrohen me anë të gjakut dhe pa derdhur gjak nuk ka ndjes. E dini çfarë bënin njerëzit në dhjatën e vjetër, në beslidhjen e vjetër? Ata flijonin sakrificë, një flijim që të derdhej gjak, që të lanin mëkatin e tyre. Ajo ishte thjesht një figurë, një shëmbëltyr e qengjit Perëndis, që është Jezu Krishti, që pagoi në kryqin e Kalvarit duke derdhur gjakun e tij, që ata që besojnë tek ai të marrin dhuratën e jetës. Po të marrin faljen e mëkateve. Faljen e mëkateve. Prandaj pa derdhje gjaku nuk ka falje mëkatesh, nuk ka ndjes, ashtu si kundër e lexojmë këtu. Duhet të derdhte gjakun Krishtit, të vdiste në kryq. Pse? Sepse paga e mëkatit, si thamë, është vdekja. Ai pagoi për ne. Ne jemi mëkatar, ne duhet të vdisnim për shkak të mëkatit ton. Krishti pagoi për ne, ai ishte i vetmi pa mëkat, sepse ishte Perëndia në trajt njerëzore, ai erdhi si një njeri në botë, edhe vdiq në kryq, zuri vendin ton, që ne, duke besuar atë, të marrim faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Dhuratën e jetës. Ai nuk është vetëm dera, ai është udha. Ju mund thoni, po pse kjo udhë është e ngushtë? Ku i kemi këtu? Shkojmë te vargu? Hajde. Pse është një derë e ngushtë? Pse është një udhë e shtrënguar? Si është e mundur? Ngushtësia e derës bën fjalë për ngushtësinë e rrugës së shpëtimit. Dhe çfarë do të thotë kjo? Që rruga e ngushtë është e ngushtë sepse është e vetmja rrugë e vërtet që çon drejt shpëtimit. Është e vetmja. Është përmes Jezu Krishtit. Nuk ka shumë rrugë që të çojnë tek Ati në parajs, po është vetëm përmes Jezu Krishtit. Prandaj është e ngushtë. Është vetë Krishti. Nuk ka rrugë të shumta drejt parajsës dhe jetës, por vetëm një, besimi në birin e Perëndis. Jo nëpërmjet feve, filozofive, teologjive, por përmes një personi. Perëndia në mish që erdhi për të bashkuar, për të lidhur pikërisht, për t'i çuar njerëzit që i besojnë atij në prezencën e Perëndis. Që njerëzit të shpëtohen nga fuqia e mëkatit dhe vdekjes. Ka vetëm një rrugë. Ka vetëm një rrugë. Edhe e vërteta biblike është shumë e qartë tek Veprat e Apostujve, ja ku e kemi. Kapitulli 4 dhe vargu 12 dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim. Sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Nuk ka asnjë emër tjetër. Njerëzit përpiqen përmes fesë që të fitojnë rrugën e tyre për në parajs tek Perëndia, përpiqen të bëjnë vepra të mira, ndërsa krijuesi mund ta di rrugën më mirë, edhe ai e di rrugën më mirë se sa që din njerëzit. Shikoni pak. Njerëzit sot mendojnë ashtu siç lexojnë ndoshta te predikimi në mal, por nëse unë bëj të mirë njerëzve, nëse unë jap lëmosh atyre që janë nevojtar, nëse unë dua të afërmin tim, nëse unë jam i sinqert me të tjerët, atëre më mjafton edhe unë me siguri do të shkoj, jam në rregull, do t'ja dal për të shkuar tek Perëndia, tek Ati. Po në fakt, shikoni se çfarë thuhet. Duke ditur se njeriu thot nuk drejtësohet, nuk shfaqsohet për i veprave të ligjit. Por thot përmes besimit në Jezu Krishtin, besuam edhe ne në Jezu Krishtin që të drejtoheshim prej besimit në Krishtin dhe jo prej veprave të ligjit, sepse asnjë mish nuk do të drejtohet prej veprave të ligjit. Çfarë po thot ky? Thot që nuk e hedh poshtë hirin e Perëndis, thot Pali, nëse drejtësia vjen përmes ligjit, atëherë Krishti ka vdekur më kot. Nëse unë them që duke bërë vepra të mira, unë do t'ja dal të shkoj tek Ati, atëherë pse vdiq Jezu Krishti në kryq? Nëse ti e kaq i Zotin, nëse unë jam kaq i Zotit, që t'jem pa mëkat. Por në Bibël thuhet sepse të gjithë mëkatuan dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndis. Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten. Dhe e vërteta nuk është në ne. Nuk ka asnjëri
që të bëj të drejtën dhe të mos mëkatoj. Të bëj të mirën dhe të mos mëkatoj, thuhet në fjalën e Perëndisë. Të gjithë mëkatuan. Të gjithë mëkatuan. Edhe dikush që ishte pa mëkat, duhet ta merrte pagesën e mëkatit që është vdekja, dhe ky është Jezu Krishti. Edhe të vdiste në kryqin e Kalvarit. Sepse nëse drejtësia vjen përmes veprave të ligjit, që unë duhet bëj këtë, bëj atë, atëherë Krishti ka vdekur më kot. Jo, sa do vepra të mira të bëjmë ne, përsëri mëkatojmë, jemi shkelës të ligjit. Jemi shkelës të ligjit. Nëse bën vepra të mira, po diku e prish punën. Ti do paguash për atë që ke prishur punën. Nëse vjedh diçka, do të gjykohesh për atë që vodhe, edhe në ligjin e shoqërisë në cilën ne jetojmë. Mund të kesh bërë shumë të mira, po nëse vjedh diçka, do të marrësh dënim. E njëjta gjë është edhe me këtë. Me Zotin nuk bëhet çaka, po Krishti është i vetmi shpëtim. Tani më të ngushtë se kjo udhë nuk mund të gjesh. Është i vetmi. Është i vetmi. Edhe Jezusi është shumë i drejtë për drejtë. Ai tha, ka vetëm një rrugë për jetën, unë jam ajo udhë. Rruga e gabuar të çon në humbje. Tani ky njeri ose është egoisti më i madh, egomanjaku më i madh që ka ekzistuar, ose është ai që thoshte se ishte Perëndia në mish. Ose ky njeri është i çmendur, ka kaluar në një krizë nervore, ose është Zoti nga qielli, që e thot një gjë të tillë. Zgjidhni vetë. Unë jam udha, e vërteta dhe jeta, tha Jezusi. Unë jam ringjallja dhe jeta. Unë jam drita e botës, thot diku. Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen te Kati përveç se nëpërmjet meje. Nëse doni të arrini atje, në parajsë të Adhi është përmes meje, tha Jezusi. Dikush mund thot, kjo më duket detyruese për mua. Si mund ta thuash ti një gjë të tillë, më duket imponuese. Dakor. Merre rrotën tënde të fatit, rrotulloje, edhe mbase shigjeta do të shkojë tek ajo fe që ti mendon, ose që ndoshta të pëlqen. Hidhe fatin tënd, lërja rrotullës së fatit. Provoja. Po nëse ndjekim atë që thot shpëtimtari, ke për të kuptuar që ka një ndryshim. Çdo fe predikon veprat. Cili prej drejtuesve fetar, po quaj në këtë botë, ka dhënë jetën e tij, duke sakrifikuar jetën e tij për njerëzit? Kush? Kush e ka bërë nga fet? Është vetëm Perëndia në mish, që u quajt Jezus, Perëndia shpëton. Ky është kuptimi i emrit. I vetmi, nuk keni për të gjetur një. Që vdiq në kryq, i vetmi pa mëkat, thuhet në Bibël. Që vdiq në kryq, nuk e meritonte vdekjen. Pagoi pagesën në vendin tonë, ai vdiq në vendin, derdhi gjakun në kryq, sepse pa derdhje gjaku nuk ka ndjes. Edhe dini çfarë? Jo vetëm vdiq u varos, po ai është i gjallë. Është i gjallë. Drejtuesit e tjerë, fetar, sot në botë i kanë varret, mund të shkoni dhe aty duhet jenë kockat, po të i shikoni. Ndoshta ajo me sy se ka shumë vite, por janë të vdekur, nuk thuhet gjë për ringjalljen e tyre, ndërsa Krishti jeton. Ai është i gjallë. Ai është i gjallë. Dera e gjerë dhe rruga e gjerë është e hapur, gjerësisht e pëlqyer, e pranuar nga shumë njerëzit. Nga ana tjetër kemi një shpëtimtar që thotë, unë jam dera. Unë jam udha. Unë jam jeta. Edhe së fundi, kjo që ne lexojmë aty që thot hyni përmes derës së ngushtë, është një urdhër, sa që është edhe një ftesë. Është dhe një ftesë. Do me thënë, hyr brenda. Nuk mjafton të thuash, po unë e di për shembull, nëse ti je pranë një autostrade ose pranë një rruge dhe thua, ajo rrugë unë e di, ajo rrugë të çon në atë anën tjetër. Dakor, por nuk e për të shkuar në anën tjetër nëse ti nuk hyn në atë rrugë.
Hyr. Nuk mjafton ta dish. Hyr në atë rrugë. Nuk e për të bërë pishman. Ama duhet të zgjedhësh. Dhe këtij populli do t'i thuar, kështu thot Zoti, a unë vëm përpara jush rrugën e jetës dhe rrugën e vdekjes. Zgjedh. Tani që t'jemi të sinqertë, shumë janë tashmë në atë rrugën e madhe. Janë këtu, edhe në këtë sallë sot. Ndoshta ka njerëz për jush që jeni tashmë, e keni bërë zgjedhjen. E dini cila do t'jetë zgjedhja juaj? Të bëni zgjedhjen e duhur. Jo atë zgjedhje që e keni marrë edhe pa vendosur, por thjesht jeni në atë rrugë, në rrugën e gjerë. E kuptoni që jeni mëkatar. E mbani, ju e shijoni mëkatin. Ju pëlqen të ecni në pasionet e jetës, në mëkatin e botës. Mirë po keni parasysh, jeni në rrugën e gjerë, e cila çon në humbje, ka një destinacion, keni një rrugë tjetër që është e ngushtë, është vetëm një rrugë. Që të çon në jetë. Që të çon në jetë. Pak janë, siç ishte në kohën e Noeut, pak, ne do dëshironim që ketë shumë që të shpëtohen edhe t'i besojnë Krishtit. Këtë thot shpëtimtari, rruga është e ngushtë, është vetëm një rrugë. Çfarë do të bësh? Duhet të hysh brenda, që të mësosh se si t'u thosh në jetë, duhet të njohësh Krishtin. Shikoni, dhe kjo është jeta e përjetshme. Po bëjmë fjalë për rrugën që çon në jetë. Edhe jeta është e përjetshme. Jeta e përjetshme është të njohin të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Tani kush është Jezu Krishti? Është Perëndia që erdhi në trajt njerëzore. Por ata nuk e shikonin Perëndin me syt fizik. Jezusi u shfaq midis tyre, ai erdhi. Erdhi me një mision shpëtimi. I dërguar, interesant. Shikoni se kush është, se dikush mund të keq kuptoj këtë, thot Jezusi nuk është Perëndia. Shikoni pak çfarë thot Gjoni. Thot, por dim se biri i Perëndis, u quajt bir, sepse lindi përmes një gruaje, ne festojmë Krishtlindjen. Erdhi, krijoi, i formoi vetes një trup njerëzor. Biri i Perëndis erdhi dhe na dha të kuptuarit që të njohim të vërtetin. Dhe jemi në të vërtetin, në birin e tij, Jezu Krisht. Ky është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme. Unë jam udha e vërteta dhe jeta, tha Jezusi. Ai është. Edhe dëshmia është kjo, Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin ka jetën, ai që nuk ka birin e Perëndis nuk ka jetën. Ju shkrova këto gjëra, juve që besoni në emrin e birit të Perëndis, që të dini se keni jetën e përjetshme dhe që të besoni në emrin e birit të Perëndis. Le të supozojmë që kjo është jeta e përjetshme. Ky është biri i Perëndis, po e marr si ilustrim. Edhe aty thuhet Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Vargu 12. Ai që ka birin, ka dhe jetën. Ai që nuk ka birin, nuk ka jetën. Sepse jeta e përjetshme është në birin. Në qoftë se do të marrësh birin e Perëndis, ke edhe jetën e përjetshme. Jezusi tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Ai është jeta e përjetshme, gjithashtu. Biri i Perëndis, që erdhi për të na dhënë dhuratën e jetës. Udha e jetës, dera që të çon në jetë, përmes vdekjes, varrosjes dhe ringjalljes, ai e hapi atë derë. Ai është dera. Unë jam dera, tha. Kush hyn përmes kësaj dere, do të shpëtohet. Gjoni 10 vargu 9 e lexuam. Do të shpëtohesh? Ai hapi derën për ty. Përmes vdekjes së tij në kryq. Edhe ai është jeta e përjetshme gjithashtu. Ai është i gjallë. Zgjidh. Çfarë do të bësh? Do ta pranosh me besim? Do ta pranosh me besim?
Ai që ka birin, ka jetën. Ju a shkrova këto gjëra juve që besoni në emrin e birit. Cili është emri i birit Perëndis? Është një emër i veçantë. Është Jezus. Ai është Zoti Jezus. Ai erdhi për ty. Erdhi për mua. Derdhi gjakun në kryq, për shkak sepse na deshi. Perëndia tregoi dashurinë e tij në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Krishti vdiq për ne. Krishti vdiq për ty, vdiq për mua. A e do ti dhuratën e jetës? A do të hysh në për atë derë? Në fakt, kushdo që do të thras atë emër, bëhet fjalë për atë emër. Emri Jezus do të shpëtohet nga vdekja e përjetshme, nga pushteti i mëkatit, e do të marrësh faljen e mëkateve. Unë marr sot si dëshmitar kundër teje qiellin dhe tokën, unë të kam vënë përpara jetës dhe vdekjes, bekimit dhe mallkimit. Zgjidh, pra, çfarë duhet të zgjedhësh? Zgjidh jetën, Zoti thotë zgjidh jetën. Zgjidh jetën. A do ta zgjedhësh? A është zgjedhja e dur apo do të rish në rrugën e gjerë? Cila do të jetë zgjedhja jote sot? Le të ulim kokën gjithë. Unë kam një ftesë, ju lutem, nëse mund të më dëgjoni me vëmendje për pak momente. Nëse je këtu sot, edhe do të thuash që unë dua të bëj zgjedhjen e dur sot. Nuk dua ta shty vendimin tim, dua ta marr sot këtë vendim. Je përpara dy udhëve. Udha e gjerë e botës që çon në humbje. Je dhe rruga e ngushtë, Jezu Krishti, i cili hapi derën, sepse ai është dera për ty përmes vdekjes, varrosjes dhe ringjalljes. Edhe është rruga në jetën e përjetshme, është rruga e jetës. Çfarë zgjedhje do të bësh sot? Nëse je këtu sot, do thuash, unë do të zgjedh rrugën e jetës. A mund t'i thuash atij? Thuaj atij, me pastërtinë e zemrës, thuaj atij, Zoti Jezus, thuaj me zërin tënd, pas meje. Zoti Jezus, faleminderit që ti erdhe në tokë, si njëri prej nesh, edhe vdiqe në kryq, në vendin tim. Unë e di, Zot, që jam mëkatar. Mi fal mëkatet e mia. Faleminderit që derdhe gjakun tënd në kryq për mëkatet e mia. Zot, më fal. Unë hap zemrën time, të pranoj ty në zemrën time, me besim, dhe besoj me gjithë zemër, që ti je Zoti dhe shpëtimtari i jetës time. Ulu në fronin e zemrës time, Zot. Faleminderit për dhuratën e jetës së përjetshme. Unë dua të të ndjek ty. Në emrin tënd, Zot Jezus, lutem. Amen. Mirë. Lavdi Zotit për mundësinë që patëm për të dëgjuar pak. E di që e bëjmë gjithmonë në fakt, por duam të gëzojmë prapë sot. Zakonisht e bëjmë këtë në shërbesat që ftojmë njerëz për herë të parë. Por unë kam një kërkesë. Nëse këtë kërkesë, këtë thirrje ndaj emrit të Zotit që ne bëm sot, e ke bërë jo sot, por vite më përpara ose kohë më përpara, a mund ta ngresh dorën? Ngre dorën. Faleminderit, janë shumë, lavdi Zotit. Uleni dorën. Por ju të tjerët që e bët sot këtë, i thirrët sot emrit Zotit, zgjodhët derën e ngushtë, edhe udhën e shtrënguar. A mund ta ngresh dorën nëse e ke bërë sot të gjë, thjesht duam të gëzojmë me ty. Ka ndonjë që e ka bërë? Ngrije dorën, ngrije. Kemi? Nuk shoh. Ka aty? Po, dikush tjetër? Dikush tjetër? Lavdi Zotit. Është gjë e mirë, sepse kështu rrëfejmë që nëse e bëre me të vërtet një gjë të tillë, atëherë e rrëfeve besimin tënd. Zoti i pëlqen një gjë e tillë. Jezusi thotë, kush rrëfen emrin tim, ati im do ta rrëfej në qenj. Nuk duhet kemi turp të dëshmojmë, nëse vërtet i besove Krishtit sot, ose patë ndrojtje, ta shpallje, mos ki turp ti thuash dikujt. Edhe pas takimit sot, thuaj që unë vendosa ti besoja jetën time Jezu Krishtit sot.